Këtu pamje përkasin pas ditës së mërkurës në hyrje të qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia Shkodër, një interesim i veçantë i nxënësve dhe prindërve për mbrëmjen finale të konkursit të fjalës artistike 2025 që organizoi kjo qendër. Ky interesim është një tregues domethënës se në Shkodër dëshira për artin dhe kulturën nuk zbehet, siç shpreh dhe përgjegjësja e kësaj qendre Orieta Kelaj. Është detyra jonë, është misioni jonë, si tritun dhe si pjesë e institucioneve, që ne t'i japim rrugën e duhur fëmijëve dhe kur fëmijët orientohen mirë, sigurisht që do të ketë edhe interesim të madh. Dëshira ka qenë që nata finale të zhvillohej në Teatrin Migjeni apo në Kineman Republika, por ndërsa teatri ishte i zënë me aktivitete në kinema, vazhdojnë punimet, ndaj u detyruam ta zhvillonim në qendrën kulturore. Në fazën e dytë të konkursit kanë marrë pjesë 280 nxënës të shkollave nëntëvjeçare. Duke filluar tek kategoria e dramatizimit, që është një kategori e re, ku shkollat vinë dhe konkurrojnë, me një numër relativisht më i lartë në vitet e fundit, janë vetëm në fazën e dytë 288 fëmijë që kanë ardhur dhe kanë konkuruar dhe kanë dalë, kanë interpretuar para jurisë profesioniste dhe jurisë së fëmijëve. Sot në këtë finale ne kemi 34 konkurrent, duke i nda 10 janë në arsimin fillor, pra nga klasa e parë deri në klasën e 5, dhe 14 janë në kategorinë arsimi mesëm i ulët, pra cikli 9-vjeçar që jena mësuar me i thanë, dhe kemi 4 grupe humori dhe një individ që konkurojnë edhe këto në kategorinë vete, gjithashtu edhe 4 grupe dramatizimit. Finalja e konkursit të fjalës artistike për fëmijë 2025 ka zgjatur për një kohë të konsiderueshme, shoqëruar me mjaft interesim nga nxënësit, prindër dhe mësues. Në këtë organizim ka dhënë kontribut dhe zyra vendore Arsimit Shkodër dhe shkollat, të cilat bashkëpunuan ngushtë me qendrën kulturore. Juria vlerësoi me çmime 3 nxënës nga cikli fillor dhe 2 shkolla, si dhe 3 nxënës nga cikli 9-vjeçar. Sipas renditjes, fituesit janë cikli fillor Doris Fishiku, Diora Hodaj dhe Ermili Muhja. Cikli 9-vjeçar Firdeus Dungaja, Nergis Nik Prelaj dhe Heja Lohja.